Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka kujtuar Teheranit se ka edhe 48 orë kohë për të arritur një marrëveshje ose për të hapur ngushticën e Hormuzit përpara se ushtria amerikane të intensifikojë sulmet në Iran. Përmes një mesazhi në rrjetin social Truth, ai tha se afati 10 ditor që kishte vendosur Iranit për marrëveshje po mbaron. A e mbani mend kur i dhash Iranit 10 ditë për të bërë një marrëveshje ose për të hapur ngushticën e Hormuzit, koha po mbaron 48 orë para se i gjithë ferri të mbretërojë mbi ta. Një burim i lartë nga Teherani deklaroi për RIA Novosti se Irani është gati të tërhiqet nga konflikti vetëm nëse njihet e drejta e tyre për zhvillimin e programit bërthamor për qëllime paqësore dhe hiqen të gjitha sanksionet, ndërkohë që në Iranin qendror vazhdon gara kundër kohës. Ushtria amerikane po kërkon me dëshpërim pilotin e dytë të gjuajtësit F-15 i cili është rrëzuar të premten, ndërsa një antar i ekuipazhit u shpëtua me sukses në një operacion rrufe, fati kolegut të tij mbetet mister. Teherani ka ofruar zyrtarisht një shpërblim prej $60,000 për kapjen e tij, nëse është gjallë. Rrëzimi i këtij avioni ka shënuar një të premte të zezë për Pentagonin, ku u konfirmua edhe humbja e një avioni të dytë bombardues i goditur mbi ngushticën e Hormuzit. Megjithatë, piloti i këtij të fundit ka arritur të katapultohej jashtë territorit iranian dhe është shpallur i shpëtuar. Situata këtë të shtunë është përshkallëzuar me sulme të reja. Izraeli ka nisur një valë masive bombardimesh mbi infrastrukturën në Teheran dhe Damask. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në veri të kryeqytetit iranian, ndërsa një raket ka rënë rrezikshëm pranë centralit bërthamor të Bushehrit, duke lënë të vdekur një roje sigurie. Në veri të Izraelit, sistemi mbrojtjes raketore u aktivizua sërish pas një vale të re raketash nga Irani dhe Libani.